Shtëpisë së Big Brother VIP Kosova i është shtuar një rregull i ri dhe i panegociueshëm i cili pritet të ndryshojë tërësisht rutinën e banorëve. Pas disa ditësh ku oraret e gjumit ishin kthyer në kaos dhe diskutimet zgjasin deri në orët e para të mëngjesit, produksioni ka vendosur të ndërhyjë për të vendosur rregull. Përmes një zarfi zyrtar, vëllai i madh ka njoftuar se tashmë gjumi i natës është i detyrueshëm. Në arsyetimin e vendimit thuaj, vëllai i madh ka vendosur që ta bëjë të detyrueshëm gjumin e natës, kjo për të mirën e shëndetit tuaj, por edhe për faktin se qëndrimi i zgjuar pa kriter jo vetëm po ju ngarkon psikikisht dhe emocionalisht, por edhe po humb edhe fokusin mbi atë që keni hyrë në atë shtëpi dhe që është loja. Ky vendim vjen si mas për të mbrojtur shëndetin mendor të konkurrentëve dhe për të rikthyer dinamikën aktive gjatë ditës, duke i dhënë fund netëve të bardha pa kriter brenda shtëpisë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.